Dhe që të përshnes me një fjallë, soni me qenë zë me knasi, ka marrë pjesë në bashkë me neshtë të soni dhe darkë. Mirë më gjithë, është një lapsës i zëndis, pa përsi se dhe me mirë rritë pak vlerët. Unë jam menager shqitjet për disa vite një kompanit fuqishme Shqipëri. Por aja që deshe më thonë vetë, atë vlerë ja ka dhënë zëtnia që i cili i ka përkushtu një libër, edhe derisa zëtni Fadil Kraja i ka përkushtu një libër jetës edhe biznesit ti, kjo të regon që dhe më thonë kjo zëtni është me të vërtet si e quim në nërë qytetit Shkodrës. Derisa zëtnia e ka vendos
për t'i pa liber dhe për t'i kushtu zëtnisë fjalë. Isha me vlerësu të ky zëtni, me aq sa kam njohë vetë për ata sekonda, ata minuta ose pjesa e vlerësimit që jep këtij zëtnisë është diçka shumë e rëndësishme për njeriu, për mësim i vazhdueshëm. E ka fillu në Dugaxhin, e ka vazhdu në Amerikë, po është ba banor i lagjes Parruc të Ura dhe Vishvek, edhe kjo e quajmë në përmirësim i vazhdueshëm. Por maq minuta sa kam ndajtur me zotnin, thoni, unë them liderët bëhen. Arsyeja pse bëhen liderët ka dy gjëra. Lideri shërben edhe ndikon. Të pjesa e shërbimit i ka shërby komunitetit, njerëzve që ka përreth, familjes vet e ku pa di vetën. Pjesa tjetër është ndikimi. Pjesa e ndikimit është që ka ndiku të biznesi i tij, të njerëzve të tij, ku pjesa e liderit ka gjanë më të rëndësishme që i bën si mu, si ju, gjithë të qeni këtu, lideri i bën njerëzit të njihen mirë me fjalët e tyre. Unë dola këtu edhe pa njihen mirë me fjalët e mia, duke ja identifikuar zotnisë. Një pjesë tjetër është e rëndësishme që lidhet pop me biznesin, me që unë e njofta të pjesa e biznesit që kena biseduar me njëri tjetrin. Ajo që më pëlqej është që besimi futen dy gjëra që janë shumë të rëndësishme për njeriu. Ekspertizë edhe karakter. Ekspert në punën e tij, karakter që do të thotë integritet, puna me përkushtim, shpirti fitores që e kanë karakterizuar këtë zotni që ka arrit këto gjëra. Një filozof ka thënë kështu: bëj një punë që të pëlqen, që mos më punu asnjë ditë në jetën tënde. Zotnia punon gjithë ditën, lodhet e mytet me stafin e tij me kupa di vetën, edhe i duket sikur s'është në punë e punon me qejf. Kurse pjesa tjetër është ajo që një njeri u mundu me ndryshu botën. U përpoq, nuk e ndryshoj. U mundu me ndryshu Europën, nuk e ndryshoj. Atëherë tha, ç'a të bëj? Po ndryshoj qytetin tim. U mundu me ndryshu qytetin tim, nuk arriti me ndryshu. Atëherë tha, ç'a të bëj? Po ndryshoj lagjen time. U mundu me gjitha format, s'pat mundësi. Atëherë tha, ç'a po bëj? Po ndryshoj familjen time. U mundu me gjitha format, nuk arriti me ndryshu. Atëherë pjesa më e rëndësishme e njeriu është të ndryshojmë vetveten. Ky zotni ka arrit me ndryshu vetveten dhe prandaj ka arrit në këto rezultate. E rëndësishme në jetë është që më përpara të dojmë vetin pas të tjerët. Ne gjithmonë kena dashur më përpara të tjerët, mos e shumë vonë kena menduar për vetin, por nëse ne nuk mendojmë për veten, s'kena si me menduar për tjetrin. Unë e falenderoj që është banor i lagjes teme. Edhe titullin ja ka dhënë zotni Fatik Kraja, që unë e falenderoj edhe atë, pavarësisht se nuk njihën, apo unë me kënaqësi të madhe falenderoj. Falenderoj gjithë.
Don't